dhe për atë e cila do të jetë e nesërmja e qytetarit dhe e shoqërisë në vendin tonë. Ndërsa takimi i Ramës i para disa muajve ishte një pjesë teatrale e vënë në skenë prej tij. Pra, pse se e mbushi me njerëz të dërguar nga Shqipëria, po pse ju nuk e mbushet me njerëz të dërguar nga Shqipëria? Po ta mbushim në Athinë me njerëz të sjellë nga Shqipëria, në një kohë që e mbushëm me njerëz të cilët ishin nga Greqia, cili do të ishte kuptimi? Ky është një nonsens. Qytetarët shqiptarë në Republikën e Shqipërisë kemi mundësinë të komunikojmë për ta për ditë dhe 7 ditët e javës. Çështja është komunikimi me emigrantët dhe ishte një takim shumë i suksesshëm. Në atë sallë, në atë takim, zor se mund të numëroje 30 veta të cilët kishin ardhur nga Shqipëria, përfshi bashkëpunëtorët e opozitës. Flamunoka, Ivikaso e tjerë. Një zoti Dulet, ju bëj një pyetje, sepse ne kur vjen puna për marrëdhëniet e shqiptaro-greke, ne bashkë kemi folur publikisht, privatisht flasim gjithmonë e tjera, po kemi një lloj ndjeshmërie dhe me sa po shikoja, unë nuk e njoh zotrin, përveç Fredi Belerit, i cili ka të histori që ka dhe sot është eurodeputet i Partisë Demokracia e Re të kryeministit Mitsotakis, ishte edhe një zotri Mondi Kolia pash që shkruar, i cili që ka dënuar në 11 shkurt të 2021-shit, pra 4 vjet më parë, për përdhosje të simboleve tona kombëtare nga gjykata në Gjirokastër. Mondi Kolila se nuk po e kuptoj fare tani. Atëherë, sipas raportimeve në mediat shqiptare, zotëria që ka dënuar për përdorim, për poshtërim të simboleve kombëtare. Ç'lidhje, nuk e kuptova, ç'lidhje ka Mondi Kolila me tubimin e opozitës në... Ai ishte i pranishëm. Midis 2500 vetave duhet të di kush ishte në tubim. Mirë, okej. Kemi vënë skanera kush ishte dhe kush nuk ishte. Dakord, dakord. Por rikthehemi te thelbi i gjërave që tha zoti Berisha. Një nga gjërat që më lidh me zotin Berisha, edhe që ai e tha, ishte që në një farë mënyrë... Juve, më falni, po, nëse nuk më ka rënë në radar një informacion i tillë, kush që kanë këta që skanojnë sallën e një tubimi të opozitës, kush është dhe çfarë historie ka? Në mediash, më ndërkarën si dakord, shiko, nuk më intereson... Kjo nuk është raportim mediash. Jo, nuk më intereson, ajo, domethënë, kjo është një detaj për dalë, domethënë, zakonisht neve në media, Baçi e di shumë mirë, neve marrim një histori personale për të kaluar në një përgjithësim. Historia e zotërisë... Ju e filtroni gjithë pjesëmarrësit në një tubim për të gjetur... Jo, fare, se s'e kam bërë unë, e kam bërë kolegë. Doni ku po lexojmë këtë momente, po lexojtë shqiptare.com për të jenë fair dhe i ndershëm. Pra, okay. Pra, nuk do t'i referoshit fare, se është një media e cila ka një qasje tërësisht partjake. Një sekond, tali, partjake për partjake, unë edhe ata që punojnë të shqiptare.com i kam kolegë, por nuk ka rëndësi në këtë, pra unë nuk hyj kësaj. Mua më intereson thelbi, dhe thelbi asaj që ka qenë nga diskutimi i zotit Berisha në Athinë, është që zoti Berisha ka mbrojtur marrëveshjen e detit, e cila është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese. Zoti Berisha ka thënë që kur të vim do bëjmë marrëveshjen më të mirë me grekët e tjerë. Tani, ju nuk e dini cila është, kjo është pyetja ime e dytë, ju nuk e dini cila është pyetja ime e tretë e katërt. Kështu që të rinë te kjo, që pastaj ju shpjegoj 3-shin dhe 4-ën. Në këtë kuptim, të gjithë ata që ishin, apo akuzat që ju bën nga kundërshtarët se zoti Berisha vajti atje si një forme e agimit të arta, ku diun se çfarë, janë gjëra që shoqërojnë debatin politik dhe le të themi atë lloj joshje, bëj ndërhyrje sa duash Boçi, atë lloj joshje që zoti Berisha bëri në mes të Athinës për marrëdhëniet e ardhshme me Greqinë. Asgjë tjetër dhe po e ndjek nga që intensiteti i zhvillimeve është i tillë, nuk kam pasur mundësi të ndjek interpretime të tilla të tubimit, tregon dëshpërimin e thellë të atyre njerëzve që i futen një logjike të tillë dhe të një përshkrimi të tillë, sepse kishin iden se zoti Berisha nuk do të arrinte të bënte një tubim të tillë madhështor në Athinë, se ata janë interlokutorët e privilegjuar të emigracionit. Ja siguruat juve? Në Greqi e siguroi zoti Berisha. Okej. Boçi, çdo të shtojë ndjes. Spari duhet bësh një diferencë shumë të madhe se ju fusni detaje ke takimi i zotit Berisha dhe harroni një detaj shumë të madh në krahasimin që bët midis takimit të Ramës dhe takimit të zotit Berisha, Partisë Demokratike në rastin konkret, sepse takimi i parë i Ramës ishte koncert tallava që kishte brenda dhe një fjalim politik. Apo jo? A ishte kështu? Okej. Jo, jo. A ishte apo si ishte? Se është ti pranon alternativën time, po unë po them, a ishte e vërteta kështu? Dakor, po nuk... Po, a kishe këngëtar?
A u thirrën njerëzit për një koncert me shfaqje, simbole patriotike etj. Pra, të bëjmë diferencën e tipologjive takimeve. Faktin e pranojmë. Kurse, por arsyeja atëre logjika tjetër. Takimi i zotit Berisha. Të them vetëm një detaj? Jo, ta vazhdoj unë logjikën. Po më vazhdoj, po ta bëj krahasimin unë, se unë të kërkova të bëra një pyetje ti u shmangë. Pa lejen tuaj nderuar i ftuar, koncerte, takime të tilla politike me koncerte bëjnë të gjithë. Në Shqipëri dhe jashtë. Po krahasojmë dy takime. Kamala Harris i ftonte Beyoncé, ti shkonte dhe të këndonte. Lutem, mos më dil nga kuadrati. Po mirë, okay, dakor. Mos më dil nga mënyra se si bëhet. Mos më dil nga kuadrati i pyetjes. Unë s'po them as Beyoncé, as tjerët, po them dy takime. I pari i pastër me koncert, i dyti pa koncert. Ishte me koncert Tallava, apo jo? A ishte kështu thashun? Okej, po kështu ishte, pse duhet themi okej. E di pse hezitoj të them okej, sepse nuk jam specialist dhe muzikolog, se them a ishte Tallava, a ishte pop music, a ishte country music, a ishte muzikë greke. Koncert Tallava s'ka rëndësi. Tallava i përfshim gjitha rrymat aty brenda, gjithë llojet e këngëtarëve. Koncert pa identitet. Po, s'kishte identitet. Ndërsa në rastin konkret ishte një takim i pastër njerëzor dhe politik midis një kryetari të një partie opozitare, siç është PD-ja, lideri historik i Partisë Demokratike, me shqiptarët në emigracion në Athinë. Kishte brenda sinqeritet, vërtetësi, deklarata, komunikim të pastër politik për çështjen themelore për cilën duhet bëhet takimi, që është vota e emigrantëve. Dhe meqense ky është qëllimi i takimit, hajde të bisedojmë për këtë, ky është thelbi i takimit. Pse më dilni mu ke shqiptaria.com, nuk ka rëndësi se kush është, mund të ishte greku.com, nuk më intereson. Dhe një herë, pse më dilni ke detaj, pas ka qenë një person që herë të parë po i dëgjoj emrin, dhe ai që e ka ajo fara e kokra e limontozit që pas ka thartuar qumshit, që keni këto gjëra ju. Po pse kështu ngrihet debati? Ai ishte takim me emigrantët, thelbi i tij, mesazhet që dha zoti Berisha, ftesa për emigrantët, vota për PD-n, për cilën ndryshimin, për shpëtuar Shqipërinë. Ne dalim për tek këtij thelbi dhe i nderuar profesor Boçi, të njëjtën gjë që i thash mikut tim Vangjel Dule, po ja them dhe juve, ju nuk e dini pyetjen time 3 dhe 4. Atëre i dashur, atëre i dashur, thelbi i pyetjes së dytë time, i dytë ishte mesazhi politik i zotit Berisha në raport me Greqinë. Dakor? Sepse e veçanta dhe specifika e gjës në Athinë, përveç shpresës dhe ndryshimit që emigrantët mund të bëjnë me Shqipërinë, ka të bëjë dhe me marrëdhëniet me Greqinë. Ka të bëjë shumë, jemi gjithë patriot, edhe ka të bëjë shumë, por mos na e devijoni. Unë patriot jam, po këtë zotrinë e kam mik. Marrëdhëniet me Greqinë mos na i fusnin kalenda greke. Shumë e thjeshtë kjo që po them unë, sepse aty nuk ishim për të shpalosur politikat tona në marrëdhënie me Greqinë. Jemi shumë qartë, do të thënë të rrim kështu. E shoqëroj me intervistë. Trim drejt, flasim drejt. Dhe një herë Rama e dha për Megën në mos gaboj, zoti Berisha dha për një media të shkruar. Midis shumë gjërave tjera, shumë më thelbësore, shumë më themelore për situatën që kalon vendi që është në prag zgjedhjeve, që ka të bëjë me votën e emigrantëve, tha dhe atakoi edhe një situatë pas zgjidhur të marrëdhënieve me Greqinë. Dhe kjo situatë ka të bëjë me marrëveshjen e detit. Dhe aty nuk ka asgjë që ne të kapimi këtu dhe diskutojmë çka ka ndodhur me marrëveshjen. Si pedagogi ne kemi vajtur atje për gjëra tjera, ju thoni gjëra tjera. Ja, se do dalësh, do ta kuptosh kur të bëj pyetjen 3 dhe 4, i dashur. Si pedagogi së drejtës kushtetuese, dhe si ish politikan, a ka në një lloj